Mirëmëngjesi njerëz, nga dita e dytë e vlogmasit. Mbrëm isha me dimje koke, edhe jam shtrirë herët, më ka dalë gjumi pastaj natën nga ora 2:30-3 nuk më zinte për shamet, bëra çik scrolling, se nuk kisha ç'të bëja, kuptoni. Dhe më në fund u ngrita në mëngjes, sistemova pak shtëpinë, tani të dalim me Terezi të pim një kafe, sepse më ka marrë malli të pi një kafe të mirë. Ti kam pirë vetëm një kafe, kam pirë në shtëpi me kunatu ndërkohë që po bëheshim gati, kështu që kam nevojë të dal pak jashtë, të marr pak ajër edhe të pim kafe. Duket vrentur. Shpresoj mos bjerë shi. Tani unë flokët i kam që dje. Nuk është se ka rënë plotësisht, kanë ca valë për të, ndoshta nga që dhe floku im është këtë shprehje, ka mbajtur më shumë. Kam akoma pjasterin këtu te shtëpia të kunatës, kështu që ti rregullojmë pak në fund. Bëjmë një make-up të thjesht, që thjesht të dukemi në rregull. Ura shumë. Më doli shumë, dhe që ky Estée Lauder është pa pomp, kështu që doli pak më shumë se ç'duhet. Të rregullojmë. Të shohim që do bëj sot, po kisha qef të shkoja tek Jusku, sepse duhet të marr një 2 dekore të vogla për shtëpinë, se kemi mbaruar akoma dekorimet, kemi raftet për të shtuar disa detaje, do të shtë disa detaje të tavolina e mesit, kështu që të shohim si do dali koha, kështu të kthehemi ndoshta të Toptani, se diel sot nuk do ketë trafik në Tiranë, dhe bëj një xhiro nëpër qytet, se ne ka marrë madhe. I lëm gjithkohës makinë edhe destinacione ku vemi, edhe asgjë tjetër. Tirana nuk është zbukuruar ende. E parë që kishim filluar me pemën, po e dini se sa e madhe dhe gjigande është pema, kështu që do kohën edhe që të rregullohet. Leva pak edhe vetullat, kështu që po vendosim bronzer tani. Ndërkohë kemi Klajvin që na bën zhurmë ndonjë nga tualeti, se e ka lënë derën e tualetit hapur edhe ka çesmën hapur. Okej, të bëjmë pak edhe syt. Okej, bërë edhe peneli, po përdor këtë të Manhattanin, mbaj mend që e kam marrë tek Rossmann. Dhe është i mirë, mban goxha. Edhe rimeli kam akoma këtë të Charlotte Tilbury dhe shumë make-up në fakt i kam në fund, kështu që duhet të bëj një porosi të mirë make-up të reja. Po mbi telefonin. Ari. Alba, ka problem? Po bëjmë gati. Do vish dek? Po vim, po ku do e pim? Prapa ty poshte? Po do vim. Me qa po vini, mon? Me makinë do vim. Me motori do në ta? Jo, jasë fëtot. Është fëtot? Është fëtot të ti? Pole, mi qëri koka mua. Me motor. E ti dhe mi koka ti, si së të mja motori. Miro, Alba, e t'ja për të nga. Do vini nga Deli Orgji? Do vini nga Deli Orgji? Ti ze, mos u lasto kaj shumë. Hajde, puç. Hajde. Nipi im do që të vemi motor, në e kupton se vdes shohim motorin e Klajdit. Vazhdojmë ne me blashin, duhet më këtë marrë kunata dje pa dashje blash që rollë që përdor gjithmonë, kështu që po vazhdojmë me këtë të narsi që është si pjeshk.
Kur është dhe ky pajrozi, është yll e adhuroj. House Lab më duket se është. Luajm pak edhe buzët, edhe të vishemi. Kisha një kafeterë të karmarit të shkoj, po. Okej, po vesh këtë kostumin e ri të Zarës, që mora te Tegu. Okej, është shumë nice, më pëlqen shumë se si ri. Dhe duket shumë i rehatshëm, kështu që të shohim sa rehat do ta kemi sot gjatë ditës. Ndërkohë thash kam vënë të nxehet pjasterin që bëm dje format e flokëve në mënyrë që t'i rregulloj pak. Edhe t'i mbajmë edhe sot lëshuar. E nxehur këtë ndërkohë. Kështu që marrim një këto fara, kështu sa mi rregullu një çik. Ups. Që është në kështë nga që. Që ka i vështirë këve i përdor. Se djemi bëri Eva, po sot që të bëj vetë. E se dalin bukur, më pëlqejnë. Kështu mua më shkojnë më shumë për shembull se të drejta. Pavarësisht se të drejta nuk e di se sa vite kam pa i shtrirë. 7-8 vjet, diçka e tillë. Po thjesht sa mi rregullu pak, doja. Mirë që më mirë. Përkoj me ta në tjetër mbrapa mirë. Usim pak pull-up. Këtu si për mos të rinë fije këto. Edhe parfum. Ka filluar nuk e ndjej fare këtë parfumin tim, është shumë i mirë, ky Linter tim nga Givenchy, por nga që hedh gjithmonë, kuptoj se nuk e ndjej më. Prandaj ndorohen parfumet, njërën ka shko mendoj. Ndaluam te Toptani dhe kishim blerjet për shtëpinë për tek Jusku, të t'va tregoj tani një nga një, madje do t'i vendosim edhe në vende bashkë të shihni si ka menduar dhe për çfarë kam bler. E para janë këto Christmas tree, ishin me bateri, nizeshin drita nga brenda. Tani unë kam menduar t'i vendos te tavolina e bukës, po t'i hapim dhe t'i shikojmë me kujdes, që shumë të bukur, është sa dukur ka dhe shkëlqimi. Pajla këtu më mirë. Tjetër gjë. Kam marrë këtë vazën, kështu të bukur estetike me këtë formën e veçantë rumbullake. Këtë kam menduar që ta vë te dhomajon e gjumit, ta nësh
anash pasqyrës së tualetit, sepse është pjesa shumë bosh dhe në plan me arkitektin është menduar për një vazë dekorative, kështu që mora këtë, më duk shumë e bukur estetike, dhe vazës mendova t'i vendos këto dy lulet me këto ngjyra kafe, shkojnë edhe me dekorin e dhomës. Ja. Kështu. Pajla këtu dhe këto. Tjetër gjë që mora. Mora një set çarçafash shumë të bukur, po është. Shikojni se sa dizajn të bukur që kishte në ngjyrën gri me të bardhë, dhe shkë materiali shkojnë qëri pak si puf, pak si ngrirë, pak si fryrë, më pëlqeu shumë. Qofse ne bani mend edhe nga video e Zvicrës, e Bazelit, të tillë ishin ata të bardha tek dhoma jonë e gjumit, unë të bardhë doja, por nuk kishte vetëm për tek këtë lloj materiali thjesht të bardhë, por edhe ky dizajni më pëlqeu, i ka marrë shumë të mëdhenj për krevatin tonë, është 200 me 220, pjesa poshtë, jastëk 257-75, edhe e organit është e madhe 240 me 260. Ky më duk i përshtatshëm dhe është 100% pambuk, edhe materiali mirë, më pëlqeu. Duhet larë edhe duhet të marrë gjithashtu jorganin, ta çojë pas në pastrim kimik, që ta nxjerrni, meqense ka filluar të shftohet goxha mbrëmja. Tjetër gjë. Kam marrë këtë lulen, që nga përdredhur, që është kështu e varur. Kam menduar që ta vendos tek një nga raftet metalik që kam këtu te kuzhina. Raftin andej kam të kompletuar, pavarësisht se është më shumë ngjyrat e vjeshtës. Për momentin do ta lë ashtu, nuk do ta prek, ndërsa ky rafti tjetër, nga që kam mbaruar dhe shishet e verës, është goxha bosh, kështu që do t'i shtojmë disa dekore, ta rregullojmë, ta ndryshojmë pak. Okej, këtu kam dhe një runner që vendoset në mes te tavolina e bukës. Të gjitha këto dekore që ju tregova i kam marrë pikërisht për tavolinën e bukës. Ky vendoset në mes të tavolinës, edhe nuk e mbulon komplet tavolinën duke mos ia fshirë të bukurinë e drurit natyral që ka, por edhe duke i shtuar pak dekor festiv për sezonin tani të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Këto ishin blerjet. Tani unë kam pasur kështu që është si deg këtë lule, që është si deg bredhi, dhe kam menduar një dekor edhe me këtë të shohim, se kjo ka një material që merr formën që ti i jep. Unë do doja që këtë ta bëja si rreth. Kështu. Nuk e di sa do shndroj. Mund edhe ta kap me diçka. Ja, do doja të shndrote kështu. Si rreth. Të shohim bashkë që ta dekorojmë edhe pak sallonin. Burri, vazhdo me blerjet e tij, mori një palatletet e reja të Armani Exchange. Ishte shumë të bukura, më pëlqyen. Të thjeshta, jo shumë sport, që t'i veshi edhe me xhaketa, me këmisha, me pulovra, me pantallona më serioze. Janë të thjeshta, gomën e kanë të bardhë edhe në ngjyrën blu sipër dhe thjesht logon e vogël këtu të Armani Exchange. Këto ishin blerjet. Ti ju s'ka kisha kurioze të shikoja pak faturën, sepse shkuan ca. Pagova diku te 91.600. Sit këllëfi, çarçaf Lola ka qenë 48.000 lekë seti çarçafëve, brell dekorativ. Okej, ky seti i 2 bredhave ka qenë 13.000 lekë, unë aty e pash ishte 10. Gjithmonë dalin çmime ndryshe për ndryshe në faturë. Po 13.200 madje. Vazoja e bardha ka qenë 13.000 lekë, po aq ishte ajo. Dhe eksakt këto kafet, lulet kanë qenë secila nga 4.800, 9.600, bim artificiale kjo vazoja e vogël 3.000 lekë. Dhe mbulesa e tavolinës, kjo runner do më thënë, 4.800, ajo mirë ka qenë lirë. Të gjitha kanë kushtuar 91.000 lekë. Kështu këto ishin blerjet e Juskut. Tani, marrim një vazon që ta vendosim nga dhoma e gjumit. Okej, ti kisha hequr dhe këto etiketat. Dhe kam menduar këtë vazo që ta vendos te pjesa këtu. Shikoni që është goxha bosh dhe pasura është më ekspostuar nga ana e djathtë si bie. Kjo do ta plotësoj goxha dekorin. Mua më ka ngel mendja, sepse këtë plan në dhomën e gjumit, mbi kokën e krevatit, kemi pas në plan të bëhej një letër murale
Dhe nuk e bëm. Kështu më ngeli fiksim që nuk e bëm. Që do ta bëjmë, po se kur, sa të ndaj mendjen. Shikoni që kësa bukur? E plotëson nga gjapamjen, tani duket më mirë. Tani të pasore qik make-upet, si kisha lënë hapur si u leve në mëngjes. Ja, si të gjitha. Kjo vetëm një rafti holder që është funksional, pisa tjetër me dollapin domethënë është mbuluar një kolon që ka pasur dhe më pëlqen shumë sepse duket më e madhe pjesa e garderobës, por gjithashtu është edhe funksionale sepse në këto raftet e vogla më mbledh të gjitha këto gjërat e përditshme si antidjersa, llaku, produktet e flokëve dhe nuk i kam këtu sipër që të më ngjaj super e ngarkuar doma se nuk më pëlqen ashtu. I fus të gjitha këtu. Këtu lëm vetëm këto gjërat esenciale si parfumet, kremi që përdor për dita dhe make-upet e mia. Okej, tani te këto raftet e vogla që kanë të dhëmë gjumi, se janë goxha, janë 4 sirtar të vegjël, dua që të fus make-upet që unë nuk i përdor në përdita ose për shembull produktet e verës, si kremrat e diellit, dua që t'i fus t'i sistemoj, dhe dua të porosis në temë nga ato raftet e vegjël ndarse që mos të bëhen rëmuj në brendësi. Tani të dekorojmë tavolinën si e ka menduar dhe shpresoj të më dali si e ka menduar. Se vi lëtë gjitha dhe motorin më në mes kuzhinës. Nuk shmejme. Gjitha gjërat e motorit, gjithë më shumë më bëjmë. Kështë e motorit jam? Zeti, po. A pravi, kështë. Pse i marrë gjërat më të gjata si që duhen? Shkollaja, pe. Ka më të prisha. Bravo. Jo se s'u qepur në Pishërët një. Pa. Ja i dalin fije. Si? Hajtë se fuste nga në tjetë. Po se bje për ty tavolinë. Që të unë i marrë gjërat më të gjata si që duhen. Pse jam këshu më rëzat? Si që mora dritat e pemës, 100 metra. Okej, ideja është e bukur, tavolina duket bukur, t'ua tregoj edhe nga afër gjithsesi. Se më gjepet të ri. Jo. Shqip se mos keme shpe. Nuk e një. Si që thash, kam menduar të vendos kështu, në forëm rrethi. Te kam marrë të sinsaj, u bët sa kohë që kam marrë, atëherë nuk më shkonte me dekorin. Kështu që thjesht u lapa përdorur. Kështu, dhe në mes tani kam vendosur të vendos, kam menduar që të vendos. Këto. Ja, t'i hapim dhe këto. Ja, këto janë me drita, po duhet vendos bateri, nuk e di, duhet keni nga 3 bateri se cila, besoj. Por ideja është t'i vendos këtë në mes. Sa bukur. Ja, është sa bukur që ngjarë në runeri në mes tavolinës. Edhe këto, po do kenë edhe ndriçim dhe do duken akoma më të bukura. Okej, ky rafti këtu nuk është as pak mirë. Kemi konsumuar shumë nga shishet e verës, kështu që duhet ta rregullojmë disi. Okej, edhe këtë lulen e varur unë e mora për këtu. Tash diçka këtu do duket bukur. Ndërkohë Pashtoj këtu. Okej, disi kështu besoj duket paksa më mirë.
Kjo është televizori i ri që morëm njerëz, e morëm më të madh, e morëm 65 polsh, sepse atë që kishim 55. Kleti donte fare 75, po më thash do duket super gjigant, se do na lodhi nga syt kur e shohim. Tani ja të hap edhe videon time të fundit, sepse nuk e kam parë në 4K këtu në televizor. Ne dikemi më femër. Kështu duket edhe cilësia. E kam bërë me ngjyra kafe dhe gon. Do të disa orë të mira dje, sepse unë kisha çfarë të bukurime. Libri që po lexoj njerëz është ky, Mundësia e vetme nga Harlan Coben, është New York Times bestseller, është shumë i bukur, është thriller, shkruan për historinë e një kirurgu i cili zgjohet një ditë papritur dhe ishte në reanimacion në një spital dhe i kanë hyrë në banesë, i kanë vrarë gruan, gjithashtu i kanë rëmbyer gocan 6 muajshe fëmijën e vetë dhe ai detyrohet që ta hetoj vetë në lidhje me këtë ngjarje në histori duke kërkuar për vajzën e vet. Të mban mbërthyer duke e lexuar sepse je gjithkohës kurioze çfarë ka ndodhur ose bëhen dyshues personazhe si e motra e personazhit kryesor, njerëz të afërm që mund të kenë lidhje me ngjarjen që ka ndodhur, është shumë i bukur, kështu që unë do vazhdoj të lexoj të afërmët e mia.